të dëmtuarve nga zjarri dhe mësot? Ishte një situatë shumë urgjente, ishin 6 pacientë të dëmtuar sipas të dhënave nga eksplozion nga një restorant e Hotel Brooklyn. Këta pacientë ishin në katën e dytë, 3 pacientë ishin të djegur rënd dhe 2 pacientë ishin hedhur nga kati i dytë dhe kishin mësuar dëmtime të frakturat bashkërinit, frakturat kolonës. 2 prej këtyre ne nisëm në qendrën e traumës, sepse s'kishin djegje vetëm, kishin elementet të traumës, dhe 3 prej atyre i transferuam në qendrën e djegje plastikës në Tiranë, duke marrë ndihmën mjekësore të kualifikuar në momentet e para. Patëm një lajmërim të gjithë ekipit mjekësor kirurgjikal, mjek, infermier dhe urgjenca kombëtare që ishte. Dhe ishin të gjithë nga dishmëri. Si përore mbritën, doktor? Këta kanë mbritur deri rreth orës 4:30. 4:30 kanë mbritur, që u dha sinjali. Nga të plagosur, ishte dikuj që rrezikon jetën? Që rrezikon jetën ishte një paciente që ishte djegur pothuajse 100%. Dhe një paciente rreth 50%. Qa moshe kishin kryesisht? Po, pa dishin moshat reja, 25 dhe moshën 30 vjeç. Kryesisht këta ishin nga Prishtina, Limpiani dhe njëri nga pacientët ishte nga Rësheni. Jo të 6 këta i dërguat në Tiranës apo ka 5 prej tyre i dërguam në Tiranë, 3 në djegje plastike dhe 2 në qendrën e kombëtarit të traumës dhe një pacient që ishte me kondicion bashkërini që ishte më lehtë, ne e mbajtëm këtu në repartimentin e kirurgjisë. Faleminderit.